Banorët e fshatit Tërpezë e Ullët e komunës së Malishevës ishin gëzuar pa mas asfaltimit të rrugës në këtë lagje, pasi kishin menduar që më nuk do të shkelte këmbë në baltë, por asfaltimi parapar prej 1500 metrash është shkurtuar në 1200 metra. Sipas banorëve të këtij fshati, mjetet nga ky shkurtim janë dhënë për asfaltimin e rrugës që dërgonte shtëpia e Avni Krasniqit, zyrtar komunal për pronë në Malishevë. Safet Krasniqi, banori i Tërpezës së Ullët, i vetmi i cili pranoi të flasë për këtë çështje, i zhgënjur me këtë që po ndodh, tha se rruga nuk po shtrohet si është premtuar, por rruga na ka shkuar dika tjetër. Po qysh na kanë premtuar, nuk është. Se neve na kanë premtuar që të fshat këtu. Po rruga na ka shkuar krejt çetër ka. Tash ti prej këtu uhet po na thuaj neve veç 300 metra. Ani na spekop. Tu janë harxhit metrat. Ka i kanë quat, kush ja ka morën? Ka i kanë quën. Kanë quë që tërka, ka s'është e nevojshme. Sipas tij, atje ku do shkojnë 300 metrat e asfaltit janë vetëm 3 familje, ndërsa vazhdimi i trasesë do të dërgonte te 50 shtëpi tjera në Tërpezë. Por një version tjetër nga fshatarët e ka kryetari i fshatit, Bedri Krasniqi, sipas të cilit shkurtimi i trasesë ka ndodhur pas kërkesës së vetë fshatarëve për zgjerimin e saj. Po arsyeja është që jetë në gjysmë për shkak se është kërkuar zgjerimi i trasesë, se rrugë 3 metra e gjerë, po mënoj ka qenë defekt. Ndërsa sa i përket asfaltimit të rrugës për të shtëpia e zyrtarit të komunës, kryetari i fshatit thotë se kjo rrugë ka qenë e planifikuar me kontratë. Edhe vetë Avni Krasniqi, menaxher për tatim në pronë në komunën e Malishevës, thotë se nuk është e vërtetë se rruga i është marrë lagjës tjetër për t'i ushtruar atij. Aty janë 3 shtëpi, 3 familje të mëdha, plus një familje të matutja është 4 familje. Plus ajo rrugë është shumë e rëndësishme sepse ajo i lidh fshatrat në të ardhmen. Domethënë ajo është një segment i metër në gjysmë, përndryshe ai do të vazhdojnë në të ardhmen edhe një 800 metra tjera, e cila i lidh faktikisht fshatin Ndërlëvs, që kanë dalë më të lehtë në rrugën magjistrale për Prishtinë, fshatin Karashnik dhe Saralluga e lartë. Kjo është e vërtetë. Edhe menaxherja për mbikëqyrjen e këtij projekti, Valdete Morina, thotë se me kërkesën e banorëve është bërë ndryshimi i trasesë. Qashtu që kanë planifikuar në qashtu është realizuar ai segmenti tjetër u ndryshu me kërkesave time. Edhe banorët e Tërpezës së Ullët e pranojnë që kanë kërkuar zgjerimin e trasesë, por thonë se janë kundër që të lihen 50 shtëpi pa asfalt.